Aman, largo, oke? Përshëndetje. Okej, grupi zi, grupi bord. The best. Grupi zi, grupi bord. Përshëndetje, a e mirë si e? Përshëndetje, si jeni, a jeni mirë? Emocion. A i mirë. Po. Mulliri për jashta nuk na punon dhe unë kam ditë që nuk pim kafe Espresso. express, që e kam domosdoshmë. Për atë arsye dhe këna orëse. Besoj e kena gjuar zërin tjena i duke fritz ka kena ty kafe. Ne e kena testin, si të përfundojna në test, him të kjo pjesa. Qa po, jitë mirë, si e? Alba. Medita. Zohem. Ka di kaq? Po, faleminderit. Qëta filgjona në e nuk bojnë mu prejkë. Okej. Kjo pjesë, të që ke Edhe filgjona. këto të lutëm që kanë kafe, jonë me kode, se kemi vëvu një aktivitet. Melita e ka një po prezentim shkoj një tash 10 minuta 15. Atëherë, si që dhe po e sheni, kemi ardhur nga fabrika Prince Cafe. Unë jam Melita Leshe, me profesion teknologe ushqimore dhe aktualisht punoj në laborator të fabrikës. Dërsa kolegu është Jetmir Maliqe dhe është barista i certifikuar i cili punon në Akademin Prince Cafe që ndodhet në Pej. Sot do të bëjmë një prezentim rreth fabrikës sonë, produkteve që ne ofrojmë, si dhe së bashku me ju do të bëjmë dy aktivitete, ku aktiviteti i parë përfshin degustimin apo cup testing që quhet në gjuhën apo në shkencën e kafes, si dhe aktiviteti 2 do të zhvillohet duke përgatitur një latte art me një shkrim që Jetmiri pastaj do t'ju spjegoj gjatë ecurisë së punës. Atëherë, Prince Cafe, rreth fabrikës tonë. Prince Cafe ka filluar prodhimin e kafes që nga viti 2003 dhe aktualisht edhe sot zhvillon aktivitetin e saj, por normalisht me një numër më të gjerë të produkteve të cilat janë zhvilluar vit pas vite. Sot prodhojmë mbi 60 lloje të produkteve, të cilat përfshin kafe turke, kafe espresso, kafe filter, kapsula dhe kafe instant mix, për të cilat do të flasim pas pak dhe të t'ju sqarojmë dallimin në mes tyre. Kërkesat të mëdha në treg, si në të branshëm, ashtu edhe në eksport, kam bërë që prodhimi jonë të rritet për 10 herë më shumë, ku sot eksportojmë deri në 30 vende të botës. Fabrika jonë ka një kapacitet prodhues vjetor prej 50.000 tonë, po, me një sipërfaqe prej 27.000 metra katror, ku tash e 5 vite vetëm jemi zhvendosur në një objekt krejtësisht të ri me këtë sipërfaqe, për shkak se kërkesat janë rritur ashtu si që thash vit pas vite. Prince Cafe është e certifikuar me standardin më të lartë ushqimor, që është IFS Food, i cili garanton siguri të lartë ushqimore si dhe cilësinë e qëndrueshme që të arritë çdo konsumator. Atëherë, çfarë produkti është kafeja? Kafeja është një produkt bimor që lind në, domethënë kultivohet në plantazha tropikale, aty ku klima dhe lartësia krijojnë kushte të specifike për të. Çdo kokër e kafes, janë të paraqitura disa foto këto, çdo kokër e kafes lind brenda frutit që quhet coffee sherry dhe kalon në një udhëtim të gjatë, nga mbjellja e fidanëve, lulëzimi, formimi, pjekja e frutit, përpunimi deri tek vjelja. Gjithashtu bëhet edhe tharja në diell. Këto janë fotot e paraqitura se si bëhet kultivimi. Më pas importit dhe normalisht, po, t'lutem. Po, jo. Ne, për këtë arsye, desha t'ju shpjegoj që domethënë kultivimi bëhet në zona ashtu si që thash tropikale, ne importojmë nga vende të ndryshme, kryesisht Amerikë Qendrore, Amerikë Jugore, Afrikë, Azi, varësisht prej origjinës dhe varietetit të kafes, të cilën do t'ju shpjegoj pas pak. Ne importojmë prej këtyre vendeve dhe pastaj ne me teknologjinë tonë e përpunojmë deri në produkt final. Atëherë, kafeja ka disa varietete, domethënë që ndohet, ato dy kryesoret janë Arabica dhe Robusta, besoj keni dëgjuar. Këtu duhet më dëgjoni me kujdes, sepse loja që do të bëjmë dhe me të cilën lojë do të shpallet një fitues nga një, ka të bëjmë me disa pyetje rreth dallimit mes këtyre dy llojeve, dy varieteteve.
Atëherë, kafeja arabika, do me thonë, merr 70% të konsumit botëror, ndërka që robusta rreth 30%. Dallimi kryesor është që këto dy varietete nuk rriten në të njëjtën tokë, për shkak që kërkojnë kushte të ndryshme nga njëra tjetra. Po. Kafeja arabika kërkon kushte, do me thonë, në lartësi mbidetare shumë më të lartë, që është deri në 2000 metra lartësi mbidetare, ndërka që robusta, mos ta tash kundërtën se ndoshta. Okej, arabika deri në 2000 metra, ndërka që robusta deri në 700 metra lartësi. Dallimi kryesor në shije që ju do të vreni në këto kap që keni, është që arabika jep shije më të balancuar, jep shije më të ëmbël dhe më acidike, dhe ka përmbajtje më të ulët të kafeinës, që shkon deri në 1.5%, ndërka që robusta jep shije më të fortë, ka trup më të fortë, ka intensitet më të lartë, si dhe ka më pak sheqerna, nuk ka aciditet të theksuar, por ka intensitet të kafës më të theksuar, fortësi më të madhe, pra është më e fortë. Shihni këtu dhe janë të shënuara, deri në 3.5% ka përmbajtje të kafeinës. Deri në 3.5? Jo, deri në 3.5. Deri në 3.5. Gjithashtu, ne si fabrikë kemi laboratorin, departamentin e laboratorit, ashtu si që thash, dhe ne kontrollojmë edhe strukturën e secilit varietet që ne pranojmë. Kjo dallohet edhe vizualisht, siç mund ta shihni, arabika ka një formë të zgjatur dhe ka një lloj S prerje në mes, ndërka që robusta është më e rrumbullakët me një vijim më të drejtë. Atëherë, pas importimit nga këto vendet, lëndës së parë që është kafeja e gjelbërt, nëse nuk e ceka, kafeja si lëndë e parë quhet kafe e gjelbërt. Pa kaluar ndonjë përpunim tek ne. Bëhet deponimi lëndës së parë, këtu janë depot që ne i kemi në fabrikën tonë. Këtu bëhet deponimi në kushte specifike, ku monitorohet lagështia dhe temperatura në mënyrë që produkti të mos humbas vetit të saj. Pastaj bëhen testimet laboratorike, ku një shije mirë e produktit vjen si një rezultat i një formulimit të duhur të recepturës, si kombinimit të disa lloje të varieteteve për të arritur një recepturë të veçantë dhe me shije të mirë. Këtu janë disa pajisje që gjenden në laborator. Kjo këtu është tavolina që është e cup testing. Ne sot kemi improvizuar ku kemi sjellur disa të tilla për të bërë degustimin. Një pyetje, arabika ka disa lloj varietetesh dhe robusta ka varietete të ndryshme. Këtu janë dy varietete, ndërka secila, pastaj arabika. Cilësia. Pastaj janë origjinat nga vijim, për shembull, arabika Costa Rica, Honduras, Guatemala, robusta është Vietnam, India, Sherry, ka tipe të ndryshme brenda këtyre dy varieteteve. Këtu janë fura që gjenden në fabrikë, do me thonë pas importit, procesi i parë teknologjik që kalon kafeja në fabrikën tonë është pjekja. Pjekja është edhe procesi teknologjik kryesor që shndron kafenë e gjelbërt në produkt final. Atëherë kemi dy fura, secila me kapacitet nga 400 kg, ku varësisht prej recepturës, secila pjekje bëhet në temperaturë dhe në kozgjatje të veçantë, për të arritur shijen e kërkuar nga ne, nga tregu, kështu. Po, do me thonë varësisht nga receptura shkon nga 13 minuta, 15 me temperaturë deri në 220 gradë Celsius. Varësisht nga lloji i pjekjes, tash do t'i shohim edhe tipet e pjekjes. Këto janë, do me thonë, ato llojet e pjekjes. Kjo është kafe e gjelbërt e papërpunuar. Kjo këtu është e pjekur qelt. Pastaj kemi kafeën e pjekur mesatarisht apo medium. Po. Shija, komplet, më thëmë pjekja është forësia, po, në pjekje më të mbyllë kemi forësi më të madhe, në pjekje më të qelë kemi shije më pak intensitet dhe më të balancuar. Normal, kur ta pjeksh, aromat janë matë zhvillume, po tash a zhvillohet edhe intensiteti, do më thëmë, i kafeinës. Po, zhvillohet në pjekje më të mbyllë. Gjithashtu, niveli kafeinës më varet edhe nga sa e gjatë është një espresso, sepse kafeina është një komponent që tretet në ujë, kështu që... Po? Sa më e gjatë është espresso, aq më shumë kafein, më shumë kafein. Uno? Dhe, pa i normal, logjike.
përqinjën e kafeinës do të thotë edhe pjekja për bëjke që Është destinuar për kafe turke bluhat. Në mulli, nëse është për espresso, vjen në këto lloj paketime që kokër. Kjo këtu, brenda ka, do të thonë, vetëm kafe të pjekur kokër. Tash do të shohim. Dhe kemi pra pjekjen e mbyllët apo dark roast. Këtu janë disa nga makineritë prodhuese, ku shohim në fotografi peshore, harova ta cek, ndoshta që gjithë fabrika e ka teknologjinë e cila është totalisht e mbyllur. Pra nuk kemi qasje fizike me produktin, drejt për së drejte. Gjithë linja është e mbyllur si dhe kontrollohet automatikisht nga një dhomë operative. Do të thotë nuk ka nevojë për njerëz që të gjenden në afër makinerive. Këtu bëhet maturimi i kafes në silosa. Maturimi është një procedurë formulimit e lirimit të komponimeve të cilat krijohen gjatë pjekjes, sepse gjatë pjekjes janë 11 faza të pjekjes dhe lirohen mbi 800 komponime, vajra aromatik, komponime të tjera, të cilat në fund japin rezultat në filxhan të cilën ne e konsumojmë. Këtu shihen në fotosilosa, këtu deponohet kafja për periudha të caktuara ku maturohet dhe pastaj përgatitet për të shkuar në paketim. Na falni. Mërë që doli ora. Okej. Nëse kafeja është destinuar të jetë kafe e bluar, si kafja turke e kemi besoj gjithë njohim, apo kafe kapsula, apo filter kafe, atëherë shkon në mulli industrial, ku i kemi të ndarë specifik, sepse nuk mund që një mulli të bluaj tri lloje të bluarjes. Më thënë kemi të ndarë, për çdo lloj të produktit janë mullinje të ndarë. Këto janë tipet e bluarjes të cilat ekzistojnë dhe arrihen te fabrika Prince Cafe. Është bluarje shumë e emtë, të cilën e gjejmë tek kafeja turke. Është bluarje e emtë, është bluarje medium, për shembull tek kafeja kapsula, nëse keni provuar që vendosen në aparat dhe pijan kudo me vete. Medium course është filter kafeja që paketohet në vakuum, do t'i shohim pastaj. Edhe është bluarja më e trashë. Tash do të flasim për makineritë prodhuese të cilat ne i kemi në fabrikën tonë. Kjo paketuese ofron paketimin e llojeve të ndryshme të espressos, ku i kemi këto tipe, është Yes Please, Prince Premium, Prince Gold, Prince Grand Aroma, do me thonë Prince Classic dhe Prince Dolce Aroma. Dolce! Cila ishte Dolce e fundit? Për intensitet të kafes, po titullan. Ajo që ka, dhe me thonë, robusten më të lartë. Kjo fillon nga 100% arabika, pastaj shkon duke rënë përqindja e raportit. Besoj të kjo këtu, po e gjithë kjo kërkesa ndaj cila është më e mirë, cila më e keq që nuk ka, sepse ti mund të preferosh një kafe me kafeinë më të lartë. Sa arabike është? Ose sa robusta ndoshta? Robusta mund të jetë rreth 40 me 60 është. 40-45. Qënke sa aty, gjithë përfshirë, se? Tek mulliri tek ekspresi, se e di që ka gradim në bluarje. Si ndikon në cilësinë e kafe? Shumë ndikon në cilësinë e Ndikon të pjesa e ajrit, me qenë që është jashtë ato. Hinë tani pjesa e lakshtisë. Lakshtia do më gjithë herë e kje që të qënë të blumja e keqe. Kështu që do të me pasë shumë kujdes të pjesa kur do mu vendosë kafe që me qitë sasit madhe. Do të marru në patronaj. Duhet lëvizje me kujdesë mullirit në milimetra, jo me shku... Me... Slutam? Jo, kur t'je shumë. Këto janë produktet e espressos, pra espresso ashtu si që edhe thash, është vetëm kafe e pjekur dhe e paketuar në këto ambalazhe të cilat janë 3 shtresore dhe ofrojnë një ruajtje shumë cilësore të produktit. Këtu është një makineri tjetër prodhuese, është filter kafeja, e cila paketohet në vakuum, kemi formatin 250 gram dhe 500 gram. Janë dy shije, kemi strong roasted coffee edhe gold roasted coffee. Strong roasted coffee është një kafe e cila është ka një pjekje më të lartë, më të mbyllët, ndërka që gold roasted është një shije që është më e butë, më mild, më e balancuar. Kafeja filter ka një bluarje të trash, kjo për arsye që të mundësohet një filtrim i mirë me letër filtruse.
Kjo kafe përgatitet ose në mënyrë manuale me letër filtruese, ku vendoset si në foto këtu në një hing dhe pastaj me ujin e vluar dhe të ftohur deri në 90-92 gradë. Do me thonë vendoset uji këtu në sasi 150 ml për rreth 9 deri 10 gram kafe dhe e lejojmë këto të filtroj dhe pastaj kjo poshtë do me thonë konsumohet. Për ndryshe ka edhe makineri apo aparata të posaçme të cilat blihen dhe e kanë pjesën me letër filtruese të tyre dhe janë shumë të lehta për përdorim. Edhe pa kafeinë? Po, këto janë me kafeinë. Po, gjitha. Kanë kafeinë. Makinerit prodhuese dhe produkte tjetër është kafeja turke ku paketohet. Kemi forma të ndryshme të paketimit, kemi në kanoqe dhe në ambalazhim 3 shtresor. Është 250 gram, është 100 gram, 200 dhe 500 gram. Pregaditja besoj gjithë dim me pregadit kafe turke, ku rreth 6 gram vendoset me 1.2 gram sheqer për një kafe mesatarisht të ëmbël, e lëjmë të zihet dhe pastaj e shërbejmë në filxhan si në foto. Po. Këto janë të paraqitura produkt tjetër, të cilat janë kapsulat dhe janë të gjitha të përshtatshme për makineri, të cilat aktualisht gjenden në treg si në komodita, në coffee shop të Princit, ofrohen dhe janë shumë të lehta për përdorim, pasi mund t'i marrim me vete kudo. Gjenden në forma të ndryshme të paketimit, kapsula alumini dhe plastike, gjithashtu në formate të ndryshme të ambalazhimit, në qese në këto lloj formash, si dhe kemi Dolce Gusto. Ibrahimon cigaret, çfarë thotë? O befaunë për paketimin për një shtet cigaret. Na i provon Dolce. Paketimi po vjen për çka? Sot do pim edhe nesër Dolce. Gjithashtu Gjithashtu, tek të dy allojet, tek të dy tipet kemi 3 shije, tek kapsulat e vogla që janë të përshtatshme për këtë aparat, si dhe aparatat të tjerë që janë espresso compatible, i kemi 3 shije, është espresso premium dhe ristretto, ndërkaq te Dolce Gusto kemi espresso barista blend, lungo intenso si dhe ristretto cremoso. Gjithashtu, në fabrikën tonë e bëjmë prodhimin e instant kafe mix. Instant kafe do të thotë kafe shpejt apo kafe çastit, ku ne i miksojmë apo i formulojmë 3 përbërësit kryesorë të cilët janë kafe, sheqer dhe qumsht, duke mundsuar kështu shije të ndryshme. Ofrojmë këtu shije që vetëm ishin në fotografi, janë 3 në nish klasik, i kanë këtu 3 përbërës. Pastaj kemi 2 në nishin, e cila nuk ka përmbajtje të sheqerit. E kemi 3 në nishin macchiato, e kemi 3 në nishin me lajthi, si dhe me shije Irish. Këtu ofrohen kudo në treg dhe janë të përshtatshme ashtu si që ceka, të merren me vete sepse përgatiten shumë lehtë. Na duhen vetëm 150 deri 180 ml ujë ngrohtë, po, dhe vendoset një stek me përmbajtje të caktuar të gramazhës, edhe vetëm përzihet është edhe gatshme për konsum. Pastaj kemi produkte të tjera me shije shtesë, si vanil, cappuccino, chocolate. Pastaj kemi produkte të cilat bazë kryesore të përbërësit nuk e kanë kafein për kakaon dhe përgatiten me qumsht, do me thonë duhet të vendoset një sachet, një stik i saj, një përmbajtje caktuar, 15-20 gram, dhe të vendoset në qumsht 150 ml, të vlohet deri në zjerje dhe përgatitet. Besoj gjithë kemi pinë Prince Coffee Shop, hot choco, hot vanilla, si dhe kemi hot hazelnut, pra me shije të lajthis. Këto e kanë në strukturën viskoze të dendur, pra janë më të trasha. Gjithashtu këtu kemi edhe produktet instant kafeja, e paketuar në kanoqe, e cila kryesisht mund të përdoret edhe gjatë verës për përgatitjen e kafes së ftoftë në frappe. Prince Quick. Disa du, s'kemi në shpi, atë në sildi? Po. Na duhet Prince Quick. Pa tjetër na duhet Prince Quick. Kjo është, kjo nuk ka përmbajtje të kafes, është me bazë kakaoje. Ju lutem Prince Quick në shpi. Ju lutem Prince Quick. Në rregull. Ju lutem Prince Quick. Kjo është një pije me kakao pluhur, e pasuruar me vitamina, si vitamina C, B dhe D, si dhe gjithashtu me minerale të ndryshme,
Po, ne i shtojmë vitaminat shtesë, për arsye se kjo pije titulluhet e destinuar për fëmijë, sepse mundson një do me thonë energji të fëmijët për shkak të përmbajtjes së vitaminave dhe mineraleve dhe një aktivitet të mirë. Cebi është vazhdimisht angazhuar, plus kemi edhe kolagjenin tani nga Stem Skincare, përzihem bashkë me Vazhdo. Mama. Ofrohet në paketime të ndryshme, si që shëni në foto. Si dhe për fund, ne kemi edhe produkte private label, po, me të cilët ne bashkëpunojmë. Besoj e dini që private label janë ata të cilët ne prodhojmë në emër të brendit të tëra, kështu që bashkëpunëtorët kryesor dhe me sasi të mëdha janë që janë ta brende? Po, specifikisht Prince Kafen me emrin Lidl për shembull? Po, për shembull Lidl e ka Belarun, të cilin ne kemi prodhuar Carrefour, po, është Konzumi, Plodine në Kroaci, Kipere është në Maqedoni, po, Frank, Carrefour, Lidl, Kaufland gjithashtu në Kroaci, Baja është në Arabi, si dhe bashkëpunëtorët tonë, dhe më thonë Delisi dhe Prince Coffee House. Vërtet shumë interesant për mendimin tim, sepse po e shoh që ju e keni tregtimin internacional, jo vetëm në Ballkan, po edhe në Europë, pra standardet tua, pra cilësia, fakti që ju e keni tregtimin internacional dhe në Europë, dëshmon që ju, cilësia juaj e prodhimit, me makinerit që keni, me cilësinë e lëndës parë që keni, dhe mënyra se si ofroni deri te klienti i fundit, i përputhet dhe standardeve ndërkombëtare që vetë edhe Europa i ka caktuar. E thash ma herët që jemi të standardizuar me standardin ndërkombëtar të njohur, IFS. IFS është standardi cilin certifikohemi çdo vit. Edhe kalojmë me pikë maksimale. Nëse ne nuk do ta kishim IFS-in, asnjë klient nuk do të për shkak të cilësisë normalisht, po. Edhe është diçka interesante se unë kafen turke e kam provuar 4-5 raste gjatë gjithë jetës time, këtë e them me sinqeritetin më të plot, për te çështjes së reklamës. Po në momentin që kam provuar Prince Kafen këtu brenda shtëpi, ajo aroma, shija e ëmbël, Krema e veçantë, aroma. Nuk e ndjej thjesht si një kafe, ndjej edhe sikur nuk është një pije, jo thjesht kafe. Çdo hap gjatë prodhimit e ka një rëndësi të vet, e cila kontribuon në atë pamjen që ju e kërkoni me krema, aromë shumë të fortë, të mirë, të cilin me nxi pret ta konsumosh. Besoj. Arsyeja që unë se kam pirë kafen asnjëherë se i kam shijuar shumë të idhëta dhe si pa shije. Ndërsa tek Prince e kam pirë atë shijen e vet. Jo, e kam me sinqeritet, unë është hera parë që më pëlqen një kafe turke. Kafen turke unë kur se kam pirë. Pas bukes. Fal, a ka mundsi? Por, ne që degustojmë, se po ta prej, ne që degustojmë kafe dhe të cilat e kontrollojmë kualitetin, zakonisht duhet t'i pim pa ngrënë, pa pasur ndonjë... A dhe është mirë në mëngjes apo jo? Po, mëngjes po. Besoj pasi që konsumon diçka dhe... Po kjo krejt varet edhe nga konsumimi i kafes, nga gjendja shëndetësore. Para ujit duhet me pi kafe? Para ujit? Para ujit, para... Jo. Po ne... Mëngjesi pa Prince Kafe nuk është mëngjes. 10 kafe në ditë. Minimumi 10, se ne degustojmë, bëjmë kap testing të gjitha produkte që janë në prodhim, që janë duke u prodhuar, dhe tash unë jam e mësuar, por varet gjithmonë nga gjendja shëndetësore që ke, nga tensioni i gjakut e tjera, por kafeja preferohet kurdo që ti... Po. Me përdor kafe dhe çka të shkatron? Mirat. Mira dhe të këqija. Të mirat e kafes është së pari që fiton energji shumë të lartë, për shkak të përmbajtjes së kafeinës. Tjetër, ka yndyrna të mira, acide yndyrore të mira për shkak që kafeja është produkt bimor. Me thonë, pasurosh me acide të mira yndyrore. Tjetër, fiton energji, je më i kthjellët besoj, por ato anët e këqija negative janë për persona të cilët kanë... Po kjo konsumimi më shumë se ç'duhet, te disa persona balancohet kur je i mësuar edhe nuk ke probleme shëndetësore. Në moment që unë edhe kam ndonjë ditë që nuk ndihe mirë dhe ndoshta e ndërprej. Po nuk të bën dëm deri në masën që ti e ndjen. Ja, nuk ka. Edhe unë i bashkojmë grupit që pa Prince. I keep doing. Orë me vërtet shumë e ëmbël, shumë e shishme. Unë si kam pi më para se s'kanë qenë shishme. Si? Që po prodhimi në Shqipëri? Çfarë? A që po...
Po. Pse pastaj kafe? Po. Nuk jam energjetike, vetëm zemra ime pak i pikas. Aritmi. Kjo si aritmi prej kafeinës, a? Nuk e di, zemra pak je pigas, po jo energji. Jo energji, po të kuptoj është si lloj aritmie, kjo mund të jetë për shkak të tensionit, çfarë lloj tensioni gjakut ke? Aha, ma shumë. E ma shumë. Po nëse ti e ke tensionin e gjakut normalisht dhe e ke një gjendje që të ndikon kafeina, ta hyp me një herë, atëherë kjo mund të jetë ajo ndjenja. Unë fillim, kur kam filluar punën, e kam pasur këtë ndjesi. Por pastaj me konsumimin edhe preferohet gjithmonë mbas kafes, domethënë të pihet ujë që të balancohet. Edhe pastaj kafe unë. Po kjo rregullohet me konsumimin e ujit. Ta konsumon ujë shumë gjatë ditës. Ujë me kafe? Po edhe sasit më të mëdha të ujit duhet të konsumosh, për arsye që mos mbet kafeina në organizëm, në gjak. Kjo është. Normalisht s'm pi pa kafeinë. Për shembull mund të bësh zgjedhje kafe pa kafeinë Unë pi pa kafeinë. apo kafe me një kafeinë më të ulët, arabika për shembull. Normalisht s'm pi pa kafeinë. Ose të kërkosh këtë varietetin që unë e prezantova me kafe me më shumë përmbajtje të arabikës. Ke një rregullimi problema për Big Brother pa kafeinë? Do t'i pyes kush? Sepse unë nuk po ti je një princ kafe. Do t'i sa. Ka nevojë për një paketa. Si amo e tremo. Mja dhe ato ke që përbrin kur atencione. Atë... Se para shpjegojmë... Tash, okej, atë fillojmë... Jetë mirë, a i ki qitë kafet në Kafet këtë rregull, janë? Veç disa tullet temperatura. Tani, ne në laborator në atë tapolinën që pas e bëjmë cup testing. Gjatë pranimit ne i degustojmë kafet. Për juve sot kemi përgatitur 2 varietetet. Arabika 1, Robusta 2. Tash, ne kemi fleta degustimit tjera në laborator, të ju e kam bë ma thjesht, plotësimi i kësaj do të bëhet kështu. Kjo shkon me intensitet. Pjekja, ta shishini, kur e vendosim ujin, sa janë çfarë ngjyrë kafe kanë, më të qeltë, më të mbyllët, edhe jepni një intensitet. Për shembull, edhe ajo nuk punon sot. Pjekja është kalimi i kafes nga faza teknologjike e kalimit të kafes nga lënda e parë në produkt final. Mos të harroj ta ceki që ka shpërblim në fund. Ka shpërblim në fund. Okej, fillo ka tush. është pjek shumë? është te minimumi, nëse më shumë, më shumë. Te aroma, sa ndjeni aromë, a nuk ndjeni aromë fare, se janë 2 mostra. I kemi 2 samples. Numëri 2 është pa aromë. Tash, kur e vendosim ujin, e kontrolloni. Numër 1 është numër 1. Po, i keni të shënuara në tasa, në gota, numrat. Pastaj trupi do të thotë sa ta mbush gojen, sa ka fortësi, sa t'jep shije, trupi, body, është titullohet në gjuhën e kafes. Aciditeti, besoj, nëse nuk e njeni, mundoni ta kërkoni acidike, diçka, se njëra do t'ju jap më shumë aciditet, që është arabika kafe, ashtu se ka. Ndërkaq, ëmbëlsia, do t'a vreni gjithashtu të arabika, është më e balancume, do t'vi pastaj edhe të ju të... Edhe pasqia është se si ta len, e kemi a shprej në që kjo kafe ma la shjen mirë në... Po trupi që në gjumë? Trupi, body, sa ta mbush kafeja gojen, sa është e plot, sa të mbet shia në... sa ka trup, sa ka përësi. Për shembull, ka kafe që të shpërlahet lehtë edhe nuk... E kjo, do t'a provojsh të? Jo, vetëm pak, jetë merë. Pjekja është faza ku ka lënë kafeja e gjelbërt në kafe të pjekur, është e pjekur. Edhe tash këtu e shikon me sy, do ta shikosh me sy, është më e qeltë apo më e mbyllur? Po, pjekja. Është ende... Ka problem. Unë do të ndihmoj, mos... Tu poshtë është neve. Jetë mirë veç... Tu poshtë është. Të s'kanë, se nuk është dhe. Melita edhe po që nëna është fix 200? Mirë është, heq në rregull, se mos po kem të lash. Se po djegesh se nëse. Atëherë edhe të junë. I kemi 2 mostra. Kjo është që këtë test që ka më bo tash. Kemi nëzirë të aromën, po. Tash ju të regojnë që shkënë. Kemi pyetjen pjekja. Tash më se prek në qëtësohet. Pjekja të një është e qetë. është më lajtë. Sa më këtu është më e mbyllë. Te aroma, prap me intensitet. Nga më e vogla te më e madhe. Nëse plotësoni këtë, unë do ta kuptoj që nuk keni ndi shumë aromë, nuk keni ndjej shumë aromë, kur e keni në hanë. Te trupi, kur e keni konsumu, se unë pastaj ju tregoj se si me konsumu, a ju ka mbush gojen, domethënë a keni ndjej shumë kafe apo
Se e qetë është bota e kokës. Po. Unë e kam që të keqe se nështë nuk jam edhe shumë të pjesa kur dumë për me dhonë, sos, dhe oratërise. E në tonë me javdi, po të pak të punën më nëna me dojnë ma bukur. Tani duhet i lëmë të qetëson. Po veç të qetësot, pa. Po, me emna që e kena sfidën, stash, mas kësoj. Qëtojna 4, po? Kënena 5. Kur dënë që ngë shtynë në tonë, këto, dhe janë në veç pak krem. Hiç krem, hiç këto, për me në hotë. Kena veç me në hotë? Edhe me në hotë, edhe me degustuar. Kemi një durat. Edhe nërë për shkojt. Qëtë të hotë. E shtynë, këna me shty kreme, shty e krema. Edhe merë, këshyrë që ka po një të në tujë. Po. Do të me largu shkumën. Qep, i javë largojnë anë ma mirë. Kaj ma fën. Edhe me testu. Vetëm pak. Me testu. Heke. Jo, anë isprish pun. Nuk mund mu degustu kështë. Do të me shku qetë që për me flajt aja pjesa që jena të hekë. Shoka pijet një kafe. Mod të morë dhe jere mirë shumë. Stash më sugut, një 4 veta jene. E sasa qëtë i qetë kafet pa kajmak. Pse sasa? Sta ka bërë unë në kafe. Unë i bëj me kajma. Dhe të gjezve s'përa ato e diqka. Ato gjezve elektrike s'mund kur me bo. Nuk po me mi bukë ta unë që shdo të Duhet gjezve në spraj, vazka. Vetëm pashtë është. A mundemi me anis? Filo, shkjet. Vesh, mos nga të rënish. Shjet. Qa me bota s'ti Te pas të nështë. Jetë nërë maliqë. I Prishtinës. E dy të në vërë? Jam dilem. Po i tash ta provojmë të të. Jo, e para, shfarë. Nishe. Të dyta si ku ka kërtajq. Letrën e kene, qate i një aromat e juve? Juve sh... Qito, aromat vërë, Po. Te fundit. Po. Aktiviteti nuk ka kushe di që ka. Ëmbëlsia. A mi kërpu? Më vesh moni me në figjama. Po, e mbërësia është e nishe. A mi kërpu? Po, lirë është në më në figjama. Shkoni, qëtë këshënë, ku jem të kjem? Pashia nuk eksiston. Pas shia. Pashia. Pas shia. Shia ju të lëmë brata. Shia ju të lëmë brata. Me litë, Qysh nuk len. Ljanë më Ëmbëlsira të nishi. me litë. Stash ma si... Ëmbëlsia. Okej. Edhe aktivitet ka. 4-tën, po. Mos e harroni, që kjo është njëshe? Po. Që kjo dyshe? Ta shkona mi po me tek. Ha? Mi po me tek, a? Po, vesh me tek. Qatë shumë. Me litë, kënena u qëtësu mirën, pjesën. Kjo është kjo e dyshta. Roblista. E di. Po. Se dion e direkt, se të vrejnë. Unë e kom bo kategorinë e dytë. Aroma. Vesh me tek, qka po njën?
Tik, çka po nin ti aroma? Trupi. Vesh me tik. Jo me ek, po me tik. Ku është të ngrit? Shumë aroma, ku me shetë? Okej, dësh. Vazhdo në dësh. Jo, ne tash dyshi do mund të teni tash, ha? Po, dyshi që to Vazhdo me me tek. Me tik. Vesh tikun shtë. Okej. Le të mone edhe kështu. Shia. Dyshi. Pas shia, po. Emrin e ka qitë. Ja, të dyta nuk len shia. E ta shkon alta 15x, ha, shushke. Emri? Po, sa. A duhet të stu me bota gjithka? Po, kime caku cila... Cëla e patë qëto? Cëla a nishe a dyshe? Nishe. Qëto? Apo një? Jo, e ban vesh. Vesh? Tikon. Edhe të dyshe. What is this? Robusta. Vesh emra të sjarën, ja? Shkojte me zemër, ma. Po, që, falenderit. Tash, thaja që nuk ju delë kafe që si duhet. E di e. E dini ka jeni. Fjolla po. Mirë. Falenderit. O, Tim, e ti qikete, a do të dyat mi plëcua vish një unën? Shamu për atësit më në i përshamu të Qka pare. po nim për figjonin zësh, edhe qka po nim për figjonin... A mi plëcua e deshës se cilë? Vish tek, ha? Vesh me tek, kime po. Vesh me tek, shkurt. Qetë. Se të zbynë që të qka një të figjonin nish edhe figjonin dësh. A është e mbarume? Ditet që ke ma shumë. Po. E tasht, që thot? Të cili figjon e një të arabike, të kë apo të kë? Të nishe apo të dyshe? Po këtë është e fort, nuk është anë rëja. Këtë tasht e vendos ku e kje arabike? Të kje apo të kje? Po bulona, se po pjojnë. Ore, nuk jam eksperte. Drejtë, çfarë? Nuk kuptove se ne. Davi, a shujte, emrin po? Ja, që kjo është nishe, kjo është dyshe. Tasht, ke këto, arabika apo këto? Krej, mundës me bota Të gjatë, degustohet. Robusta, bro. Okej. Nuk është korrekt. E di psikologji. Ja, veç pak. Dyshe, qka ta? Dyshe? Okej. Qka ta? Dyshe, arabika apo qa? Ki? Është arabika. Hajde, vendoset ti... Faleminderit. Vetëm të pjekja duhet më ndonë. Qetë. Aha, finito. Hajde, Lan. Frujzot. Amo, ho detto e questo giusto, hai fatto... Fai come vuoi, ho capito qual è quella A i bëjt giusta. mirave? Ha? Po thëmë fjolla, i bëj kafët e mirave. Shumë. Shikja më përqenj shumë. Qa është shikja? Ja, ajo është qaja... Kjo është strong and rich, smoothie, që bëhet edhe frapeja me to, por me to kina me bëhen një thonje tashna. Unë e pe vazhda i pori që me pos ju ma... No, hesta problem. Jo, ti sheme ne. S'ka të fri, i dojna. I dojna. Mosër ato punë se këmë bëhe, arabike. Kushtrimi shkë? Lavinoti regja. Perfekt. Labi dhe shpak. Reza. A do të aju? Po, tash ka... Që ke shije, tash... A knena apo anena? Se s'po di tash... Kam ka përqëmë? Po. Ka... Cëla pata rabusta dhe arabika? Selekto. Nishe, cilë është nishe tash? Jo, që qarë që qitet. Falë, cilë është nishe? Arabika. Jo, nuk pëtë e mojnë. O lap, ti duhet Arabika. Nishe. Çdo stan do çfarë ka to, që ka të bëj pjesa e kafes, e nin aromën to, dia. I nin aroma to. Sheqeri. Gjatë ditës më mirë ku te pranë shumë sasi të mëdha, ashtu është. Se në mëngjes ka kafe ti. Po. Hajde tek shkrim ku shpë bëm video më të mirë. Unë është pak njëse pa të përqëmë. Emrin, shkurta. Po, emrin. Ajna në klasë para, kërina. Jo, bre. Ashtë tani njërë këtë. Lapsen e marrë? Hajde. Na duhet lapsi. Hajde, ba. Na duhet lapsi, po. Lapsi na duhet.
Tash është edhe një lojë tjetër me qëto. Kjo është e mirë, është... Mirë që pak të gjumi. me zi po pres. E këta këtë ta mund me mua është kjo lojë. Mu që më përshtatën. Melit, qërë, në? Kushta, ja bonim mësuse. Jo studiojni mirë. Qëta është? Zirë një këshu, raport. Kush e nje zirin e qumshtit? Kush dhe me po me zi qumshtit? Hadi, vë? A i keni përfundu? Për me zi. Po, unë vyt tash për me i vendos, vesh për me mbush. Dita është ma e Unë do të me zi atë kerimin më të mirë. Ma e të shtrëpusta, e ki burë. E para, atëre bënë të kundër, se nuk Provën të kena. Unë e pe bëjnë i thone diçka, qka të një ju, edhe ju tani... Është e mirë. Pe bëjnë i thone diçka interesante, ju e... Okej, a i ke ndru, është bënë që të nishë? Tani ju vazhdoni, ti kemi të dhjetë thone. E bëni prapë edhe rëmbullak së. Jetë Qa doni jo? Cila, ato Me jarë. shto po, shkrojnë në kime. Merem parasysh paka shumë unë... Nëse të Jo, atë nëse të nga dhe me të e mundësit, ose këta të më shretam, që unë stashën me, dhe që ja u praktikajnë të ju, dhe ta ne kena shumë. Hitë skuadër, a veçam... A veç ta më shtë, ha? Veç shumë shtë. Shumë shtë. Edhe në fund të ne me pijamën të në. Heke që ato ngoj? Po këta pëse po, është në regull që të... Okej, vazhdo me. Të kopim vesh një onë, Ate, bërë e ti, së është problem. Ishte lirojnë a pak vendin se pak i kena? Problem. Unë këtheva në kuën e direkt. Sa më bënën 10 vjetë. Se të kënë që tashtë, shtë në regullën mundi. Po dhe kjo obligative. Po nëse unë e kom tentu, po në menesha më s'puna rrimës. Ja, s'ka. A po dhejtë të mullinë? Vajzë. Vajzë, po që, kjo këtë rinë stand-by, që është stand-by, të vishë kime prej kështu. Po dhe po s'për vajzët. Qa në problemi? Së në kështu desha edhe për kafe, për zona, edhe për lakshti zbluj shumë e sane. Ka ne menua më s'puna rrimës. Që tash nga dohen 18 pijama së kërkë, Iba. 18. Hajde, për hajë. Shkështë hasë. Vesh mos e gotë. Pe marrë një o që të vesh pe, ku ju vjen ma kallar me po thonë? Në që me pos, ma... Qëto pe bëj vesh për vetën e, a bën? Që, e ma është po? Manikür, pedikür, qa? Ka disa mjetë të manikür, pedikür, si ajo. Që dhe këto? Sa the 18, a? 18 a duen. Vesh i qetë edhe tablat e vendurë të. Po që me pos dorën ma stabile. Po. Unë vesh, jo e kene tani malet. Unë e kontrolloj gjithë të ashtë. Okej. Can I draw as well? Or start the route? Oh, yes. Dhe e bukur? Jo kene ma praktike se sa unë apshe. Po. Je shumë edhe zemër. Edhe në EA. Qa, një shumë? Bukur. Unë të gjënë këmesh. Edhe unë punoj me Instagram të amin. E shumë e bukur. Kush? Të gjitha ne. Unë e menor të atë princit. Kujdes, s'ka gjë. A më se s'është gjë. Nothing. Pijoni. Chill. Nothing. Why did you drop that water? Drop Nuk po ma nëzëm, po s'pishtë. Nothing, bro, water. Vini filxan tjetër e njës knejt. Që kjo është? Si mos. Praktike. Je shumë e bukur e po. Të që interes. Po. Që kjo? Edhe nga kena më shumë. Vazhdo. Vazhdo. Po. Qa me botash? Të gjerë të shka? Të takten, muna në... Me qa? Me qa? Që... Me këtu? Jo. Kjo.
Aha, ati. Po se cilë? I pra edhe një jaron dhe A së mërish ma shpejt paka? Mira, do më dim. Jo, veç në kombi që bogolli. S'ka derë. Një shumë e bukur. Kur për di për shka këna me përdojë? Mirë, duke vakunante. Që në regu, që. U krye? Po, fillane. Po tash, me qatë thonje, këna me uafu të për së cili banorë të që ke kamera që nëse të banë. Po. Veç kur e përfundoni së të cilë. Edhe kjo është një farë loj sfidën të të. Shnes. Po du të me shfrumë edhe unë pëdu që është të diska. Edhe di që gjerë më në ka. Mos e këtë një dalën shkronjët e bukra. Po edhe thonjët janë gjerë me kone bukra. Që në zonën atë... Po ketë në ramë e kje. Pse mu të e unë se kam, nga se kena. Që ndresha dhe këto kështu që pojnë asa shpër. Dyja të kema letë. Mushi ma tepër këtë gjama se që shkut pënëm po. Luna. Me dit, a minja dy tabla është të? Cappuccino. Cappuccino. Hed. Me po, pa problem. Kjo është Në kafe se ndryshoni, se pas kosë. Yes, particle size. Ja, Rinat, kujdes mikrofon. Numra më të mëdhaj është bluarja më e trash, më kurs. Numra më të vegjël është bluarja më e imp, më fajn. Dime e të bani më trasha? Jo, kjo ke më trash se pregadit ju në për juve këto kap testing. Okej. Jo, nuk është Se për ndryshe? Jo, edhe lëvizet në njësi shumë të vogla. Po, shumë të vogla. Sa e kam punu në restorant atë, kam pas. Në bas periudës të vitit me lëvizet dhe në bas kafes. Është një prej shumë cilave kemi në fabrik, keket kafja, apësha, ka fillu mu pjek, është pjek, jetë me dhe shumë aheret. Kjo është robusta? Kafe, po. është mix. Janë do robusta që e kanë drejt e tira të mes... Arabika. Ta zdeni edhe ju. Po, sot fort jeni, mëne. A mund të qisë një cappuccino, ne? Vetëm pëtë jetë mire në ta se jënë të e vlu qumë shtenë. Okej. A ka ra buri ashtë? I bërë edhe mune e s'ka. A që shto duhet me bërë? Që t'jem pak ma tepër. Bukur. Jo, ja, as në Jo, ama... Po bëj një... Love me, baby, don't be shy. Shëndet. Që filgjoni, falj? Dhe best. A ta kom marrë dhe këto? Qorë, në? Po. Po, veç të disa të përfundojnë. Në mos tani. Këtë e përfundojnë, Unë e përbaj i funit dhe që bëj shkome në dhe. Po, mëne? Sa me bëve... Nëse ka mundësi. Që ka duesh? E ju vjashtë? Okej, a mund është për shambull me... Kush që ka përfundu qëtë? Unë nga përfunduar, unë shumë. Hajde ka dalë këtë? Na, që të kjo pjesë këto? Këtë pjesë, Wow, bia. Ku ta kre? Veç dush nga këtë pjesë. Mundonë faktën e posë këtë pjesën e logos, a e të marrë. Po, po e kam rap shtu. Nuk e t'ja të fuzu, po në rejë. Të lutem. Prete shpa? Po, që? Po, ka. I love Prince Cafe. Po, që vlajnë. Por, da. The best. Që? The best. Ama. Jemi happy edhe shumë e fakt që i kemi këtu. Vazhdo. Jetë merë. Believer. Unë e mama tekstume se që kjo s'ka. Apo vrejet që kom shkru Believer qëtë? Po. Believer, po, Believer. Okej. Veç qështu, a? Po, besoj të kom kamera. Apo të qenë. Gjëmë të ledzo së të cilë. I love coffee.
No, Prince. Prince. Ju e keni ndryshe, por ora po s'njada për ja. S'është problem. Vrejet. The best. Interesante. Prince Cafe, definitivisht. Të lutem kontrolloj mikrofonin. Perfekt. Gjëndrem, kontrollu bazën e mikrofonit. Prince Cafe. Ekspres. Unë e pi shumë shkurt. Më pëlqen. Tash, okej, do ta lajmëroj unë jashtë edhe te jetë mirë, pastaj. Hajtë se mirë. S'di ta me shkoj, qa shkujtet e? Unë të dua. Po të kuptoj, e provoj një herë dhe okej, po që kjo që... Kada, këne kena pa fëgjën që të? Po, folë më vlo. Nice. Qa? A pra të përshku në shka? Se jo. Ja, të them. Po, një e bëra, bëjtë një tjetër. Pa. A mund të ta eq këtë dhe të bëj pra? Jetë mirë, përka e ndimon zonë, nuk kam shumë talent në vizatin. Jetë mirë? Në më shku në diçka lejtë në Vetëm qëmsh duhet, e pastaj me kafe dizajnon. Jetë mirë? Ma bëjmë. Sa të komplikuar. Në bona me një thonjë, ajo e rumbullak sanë. The best. The best. Ja të rësova kompanisë. Që realisht ja. Për kafe. Ke figo, sa shumë shkronja. A mu ta eq dhe unë këtë? Ja pim të ashe s'ka mua, për që atu që i kam pasë. Qëfar kafe? Strame. Po më ka, që tash e gjina. Okej, tash si. 10 sekunda. Na me ditë. Që ke pse, dullë kështu? Guardam po, veç, bene così. Shko ke kamera. Te kamera. Te kamera. Shtrëmt. Kamera, shtrëmt. Ja, unë duhet të shkruaj. Do të kamërës të tërgëm? Diçka tjetër. Hajde. Edhe një jetë merë Po, është mirë kjo shkrimi për me konknena e logo A ta bëjë dhe një herë tjetër? Si shkrimi? Po, mirë është, në regull është. Po, perfekt qështu. A duhet ta kem unë? Po, ta shofi kamera këshu. Po, në këthej, bëne një levizje. Po. A do tjetër? 10 sekunda. Po, cila do shikoj, a do duket kjo Prince? Po. Shifet edhe, po edhe thonja e ju duhet, te kamera. Që kjo? Do të më thonë, po, vlo jam. Qatë thonje? Po. A do të me shku që Ma u e këtej. Në fitxan. Dolce do e mbarosh? Po. Dolce kafe. Fjallë bobe të ne të shkru, me një fjallë bobe. Hajde, Zoni, se di si du ta kthej. Kështu? Kështu? Po. Me shprehjen ti je unik. Çfarë nuk kuptoj unë me këtë shprehjen? Me shprehjen ti je unik, kjo do thotë që ti je ti dhe askush tjetër. Askush nuk mund të marrë atë që ti je dhe ty të takon. Ti është besoj vetes tënde dhe gjithë gjërat kanë për të bërë ata gjërat që ty të takojnë. Destinimi yt është vetëm i yti, fuqia jote është vetëm fuqia jote. Dhe çdo kush ka destinimin e vet dhe fuqinë e vet dhe askush nuk mund ta marrë. Vazhdo.
Shumë bukur. Tepër bukur është. Po. Po bon jashtë. Po ndi po edhe një pizza se më fresh. Bia, hajde shpak. Mirë, te kamera. Është boni portret. Po, portret, po. Është shumë e bukur. Po, është shumë e bukur. Bo, Ali, Bimi, L, Laureta, Labinat. Familje. Jo. Okej. Mbar. Fillu ditën mbar me Prince Cafe. Mua. A mundem edhe dytën, bojet mirë? Po. Që? Droma. Fillu ditën mbar me Prince Cafe. Kaç më moj. Prishtinë i thet. Qa për shumë edhe? Qyre, qa për librit kjo i gjerë? Për mu? Shmoni, po. Ture për vore për më zemë në gjithë. Ata që kuptojnë e kuptojnë. E ka po qëtë logon? Po. A ki po qëtë logon e princit? Po. Qëtë, pasës. Kush ma ka marrë do? Jeci për lesh. Kamerë që ka. Tani e kam drejt. Edhe një gjë tjetër. No. Çdo kush, sa i fuqishëm aq edhe i veçantë është, po aq i barabart në mesin e të barabartëve. Kur mos e harroni që çdo kush ka peshën e vet. Besoj vetës. Për la rovina të stukua. Bën edhe një herë. Nuk No Prince Cafe, no party. Vazhdoj? Më pëlqeu kjo loja. Babi më mungon. Babi më mungon. Nuk është pak alergji? Ka mundësi që e ki edhe te për që ata, se edhe ty teshe. Jo, unë e kam në mënyrë të vazhdueshme. Një teshtim këtu, një teshtim atje. Okej. E shijon një herë, e kërkon për herë. Prince Cafe turke. Kreative, po. E buna. Ama bukur, ja, se Na të të mijat. Shkronjët janë Jo, kështrimin e kom shumë paq, po... Vesh pak me liqë? Shtu shumë zarë. Edhe një herë, veç Prince. Se kjo nuk është Hej. turke, po mund është në general. Okej, që me vëthëm edhe një Prince Cafe, vetëm edhe një Ishtë unë Prince Cafe. Lovi madhe dhe një herë se ku nga bu një fjallë. A ko mundësi?
e shijon një herë, e kërkon për herë. Prince Cafe. Oh yeah. Me kanë ndrove, a kujna e mora? Me labinotin. I jep të kështu si koll. Kjo shia edhe. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Just oh yeah? Yeah. Kofja e mirë. Sembra un ragno. Cappuccino. Prince Caffè. Ti lëm aty apo Prince Caffè. Veç, oh yeah. Oh yeah. Ik, që kjo e përshëndet dikan në kofet, është? Përshëndes dikan. Toni, Vici, Rauvec. E Lukës. Tu pi Prince Cafe, po më gjë më ngjesi. Tu pi Prince Cafe, po më gjë më ngjesi. Po më shumë mu eksi. Eksat kejt po desin. Jeta shumë amër Tripolitan, lek me njan, nejse. Tu pi kafe, po më gjë më ngjesi. Kush? Tu pi Prince, po më gjë më ngjesi. Se kina marë. E shijon një herë, e kërkon për herë. Ma të vogla shumë. Pa me shruna i thonje se ketë emocionet dhe ketë ndjenjat janë mrena këti filxhani. Qashtu si kafën kur të pen që ti jep ton atë mirat edhe knasësh, qashtu jeshtë edhe Big Brother. Ketë emocionet i kinë në filxhan. Veç këtu mrena i ki mrena në shpe. Pjesë digitale kontrolë, zakonisht çështja janë të punuar shumë, po më vjen pjesa digitale, po shumë ma mirë. Shumë spontan, shumë bukur. Nuk ka shumë portrete për me boftë në kafe. Ekstrem. Diki bitë atë privat. Ai kryvet e vetë. Shkova dhe spjegova pse çu. Që 20 thotë, shtadin po. Po? Prap një. Po. E shumë ishte shumë i mirë. Me dita apo të ujë? Ujë me pije. Ne. Po, nëse dënë, jo, ajo një të llogaritet, po nëse dënë më anulu ato. A e ki prezentu? A e ki. Vesh nëse jetë merë. Nashta ko bë. Bukurit. Shumë të bo. Kurse unë kurorë vetëm kështu dita bëjë. Jam su vetëm me logo. Mos ma harro porosin, të lutem për mullirën. Sa po të dalësh që te. Okej, super. Tash. Iber, a pritëm me amush një me të me kuplisë? Jetë mirë. Nikolaja. Se bo bajat. Ka 2 herë apo në dojë. Të zgjeni më të mirën. A? Ule. Të dua, njësh. Po, njësh.
Nesh. Tani më Disha se t'ja. po shku ma shumë, a vjen ki luft me vizatu ma shumë. Kutia e dolce, ku ishte ajo, apo si ke? E, po mund dollë se e kena mrena në shpe. A dhe në ato që të aparate. Gjurë gri. Kështu. Cëllën e kene ju? Po dhe Yes, të please, po, princën. shmena. A ka? Yes, please dhe kene. A është yes, please? Si kena pa. Ose s'ta që morën vesh e ku jam në dolce. Po. Ajo? Jo, po na po si na fokusu. Do më thënë, këto janë ato të makinet a jashtë, si që është kjo? Nuk e di. Po po thëmë se i kanë këtë lojet, i kena dhe ato. Po, da. Po nështë se ke analizu. Se ke dita më. Po. Ka interesu. Vetë disa të regulora, se këna po smullinin që këna po test. E tash, kënë tash për me pjesë për me pjesë. Unë e qyrë. Hajde. Mullirin. Mulliri. Edhe princ kuj. Kjo është për fëmijët, për ne të rriturit mullirin duam. Okej. Po vizat e kanë duhet. E rrit streta? Qyri shoqe. Pa qumësht, Pa qëmësht. Aman mo. Kamera. Vizat e semaforin. Do ja them qyri shoqe? Një kafe për ezjen të dënë doja mas shumë t'im botë. A do t'isha në të kamera, qyri shoqe që ka lidur? Këtë princ kafen, o matë mirin bote, Kush do vjet t'ja kënëm? Do vish? Buonasera, signora e signores. Unë nuk di me vizatuasën letër e lemon kafe, po slogani im për Princ Kafe në shkë. Me një filxhan kafe, i nxjerrim 100 llafe. Ju faleminderit. Ai kështu një shoqe dhe. Më pak, o mos ma prish. Qyrni shoqe, qa ka lindur nona, ije o. Qyrni shoqe, qa ka lindur nona, o. Këtë princ kafen, o matë mirin bote, ije o. Këtë princ kafen, o matë mirin bote, o. Mashallah. Shumë suksese! Labinot, lutem, mundet? Po pse pikërisht të kjo garrike? Labinot, lutem. Unë s'dita që më pëmë, falë, nuk dita që më pëmë. S'ka gjë. Pësh dosha me full pak me Higetën. Se kena ndru vape, ata është kena connection. Dolce aroma. Po lyp shtjellim. Po. Po, vesh të qëto nga do të në shkun dikon tash e ditë, qëka? E kam një farë pjesë që kone që do të në shkun. Po, falë, vesh pak. Hajde, që kanë? Profesori, diçka sa matron. Në tjerë. E kënjime, në ka pish mullini, jashtë, ka qëtë veç zë. A kina i trik që me po me ta? Po, së është, regulojnë serviserat. Me sigur jenë të regullu të ashtë. Po, fa pjesët. Me ditë që shtengu edhe pak? Shjoje çdo moment me Princ Kafe. Më falë, e kom bo një gabim ma herë, që do të me bo edhe një herë. Një kafe, 100 llafe. Me një filxhan Princ Kafe, i nxjerri 100 llafe. Ju falenderit. Tepër filozofik, shumë më mirë, me Princ Kafe shijon çdo moment. Ditën, natë, mos u thuaj fjalë të keqe. Carpe diem. Ditën me diell, natën me han, e shijon çdo moment vetëm me Princ Kafe. Princ Kafe me pi shumë takon. No. Dhe Princ Kafe, as dop nuk t'i prish.
A jena të bukur? Shko poshtë nëse jena të bukur. Skena para, kemi Prince Cafe, e bëjmë gjesin badjava, jena për marshalla. Skena para, kena Po e Prince s'mëre ti? Ore mos më shty! Hajde bia. El secondo che mi Ciao. Skena para! Zot në arruj. Skena para, kena Prince Cafe, e bëjmë gjesin badjava, jena për marshalla. Mama, se s'pusha ka jo, unë e lash gjysë më, 15 minuta, 10 minuta. Dolce, kafe, Bajbia, Khalifa. Dolce. Bukur. Jo, në rregull është. Please. Një kafe. Një kafe, please. Pish pak. Kam shkesha lobi? Hajde. Me qëmsh për të një? Unë me qëmë të ti. Dash me marmalat, dash me... Po viva me qëmsh. Ma aerokrem qite, vetëm bjera. Për mu. Hajtë ma bënë shfartën. Ke bërë ti? Qka? Qa shprej ke bërë? Unë e i bi shkurt, por nuk filozofoj. The best. Të dua nesh. Nish. The best. Qaq. Po, fiksa. Pitën me njëherë, ko me shti. Tash të dua nesh, se pa që nuk suna, nuk shlej. Smoj. Vetja? Apo? Nish. Nishat janë ata. Apo? Prince, Prince kafe është nesh. Nish. Djarë, tantezja shumë, më ka mormale me puç, je maj mirë, mua. Djarë i tezes, mua. E pikë se du shepi gas, po të qëpë për mas. Po të qëpë për mas. Votoni. Alban. Skena para, kena ne Prince Cafe, e bëjmë gjesin badjava, jena për marshalla. Jo, çfarë mirë mrena. A njajë mirë mrena. Apo një shumë? Kafe. Ajo Është Prince Cafe. Selam. Selam kabo. Me shkum ma pa shkum. Ibro, sot do nga të regosh gjepat edhe garderobën tënde. Bolla. Kallëzu veç ku e ki vendin. Garderobën tënde. Unë sot më ta kallëzu veç vendin ku e ki. Garderobën tënde. Unë e di ku e kam vendin, nuk kam gelun që të më të regosh ti mua se ku e kam vendin unë. Meru me vetën tënde ku e ke vendin, jo me vendin e të tjerëve. Se jeta është më e bukur kur merresh me vendin tënde, jo me vendin e të tjerëve. Por, ti duhet të hapësh garderobën tënde, se unë dyshoj që ti i ke një disa gig bar ekstra. Prrr, tik 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 tik. Prrr, tik 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 tik. Pula bona shu, jo knuse. I ke ndryshu role tani. E, mirë. Skena para, kena linda për sevda. Prrr, tik 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 tik. Eliminado. Sa frik, Donal, il pavedi e che bosi. Ua. Gjithmonë një sy është në gjithmonë. A bën edhe njerë kamerën? E shion njëherë, e kërkon gjithherë. Prince Cafe.